Përshëndetje të dashur miq, kjo është receta ime e parë te kanali dhe është supë me thjerza, por me një veçanti, me disa erëza të ndryshme që do japin akoma dhe më shumë shije dhe do t'ju pëlqejë shumë. Dhe me njëherë nga përgatitja marrim 2 kokra qep, 2 karrota dhe 2 thelbinj hudhër. I qerojmë dhe i presim në kubik ose në formën që ju dëshironi, sepse nuk ka rëndësi, ne në fund do ta frulojmë supën. Marrim dhe 2 thelbinj hudhre, i qerojmë, i shtypim dhe i grim imët e imët. Marrim thjerëzat e kuqe dhe marrim një gotë për ta matur, i hedhim gjysmën e gotës me thjerëza dhe i shpërlajmë mirë që t'i ikin papastërtitë. Ja, këto janë dhe ingredientët. Marrim tenxherën, i hedhim vaj ulliri, hedhim perimet në tenxherë, i hedhim krip, i hedhim piper të kuq të ëmbël, i hedhim koriander, shafran indije, ginger dhe më pas i shtojmë dhe thjerëzat, një gjethe dhe vendafin, lëngun e mishit dhe ujë. Më pas i lëm të zihen dhe në fund i frulojmë, i servirim me një sallatë dhe na bëf të mirë.